për çat në vetmi çka than inna ma'akum. Këtu mo e tregun besimin e vërtet që i kishin. Çka ish besimi i tyre? Mohimi i Allahut dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Inna ma'akum, i than shejtan vet jo kryesisë e jahudive dhe mushrikëve, na jemi me juve. Inna ma nahnu mustahziun, than na talim me muslimanët. Rim me ato veç mu tal, me kalu koha. Subhanallah. Subhanallah. Atë shumë a ka marë Allahu mend, sa që ndejnë me musliman, s'kam pas kohë me shtridzu, as për të mirën e tyre, për shef. E kanë kalu për talve. Pa kur gjë s'kam përfitu nga ndejnë me muslimant. Dhe ka marë mend Allahu Zogja. Dhe kur ti talësh me dikan, me automatizëm e ke nënçmu vetën. E ke poshtërsu vetën. Për çfarë thot Allahu Zotëll, "Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiy aduwan shayatin al-insi wal-jinn." Dhe kështu çdo pejgamberit i kimi qu armiq nga shejtanët e xhinët dhe njerëzit. Pra, çdo pejgamberit ka pas një armiqësi e cila ka qenë do të thotë një unifikim i forcave të shejtanëve, xhinëve dhe njerëzve. Të shejtanëve, xhinëve dhe njerëzve. Për këtë shkak, njeriu ndonjëherë i bën cytje shejtanit, e ndonjëherë shejtani i bën cytje njeriut. Ndonjëherë njeriu merr iniciativa të këqija, të liga, të poshta, saqë edhe shejtani mahnitet nga iniciativa e tij, nga poshtërsia e tij, nga planifikimi i hatashëm dhe i rrezikshëm dhe i poshtër që është karshi njerëzimit. Për këtë thot Allahu Xhelal, dhe kështu na kemi lënë armiq. Ka pas armiqësi ndaj çdo pejgamberi që i kemi dërguar. Armiqësia unifikuar nga 3 kategoritë e krijesave, shejtan, xhin dhe njerëz. Janë bërë bashkë gjithë për ta luftuar pejgamberin Allah, që Allah e ka thënë si pejgamber, dhe kjo armiqësi vazhdon edhe ndaj xhallarëve, ulemave, dietarëve deri në ditën e gjykimit, ndaj njerëzve të mirë. Vazhdon kjo armiqësi o vëllezër. Vazhdon kjo armiqësi. Në forma të ndryshme, armiqësi karshi dietarëve, do thotë me forma të ndryshme, do duke filluar që e përmenda një nga rastet, edhe me forma të sihirit, të shereve të ndryshme që mundot dikush me abodë të dietarë vetëm për me ju shkaktu kurtha, por me lejnë Allah të tërë kurth kanë me arrit me realizu kurthat e tyre. Sëtë Allah Azza wa Jall në vazhdim, Allahu yastahzi'u bihim. Vjen gjevapi. Ju thëtë Allah Azza wa Jall, Allahu talët me ata. Ju vjen gjevapi se këta nuk ja kanë arrit qëllimit që mu tallë me muslimanët. Këto pse mendojnë se janë tallë me muslimanët, nuk do me thonë se ja kanë arrit. Po natyrisht që ato në për grupet e ngushta të tyre e shprehin këtë krenari, në thojza me thonë se kanë arrit mu tallë me muslimanët. Ja, thotë Allahu Azza wa Jall, Allahu yastahzi'u bihim. Thotë Allahu tallët me ata. E përmendim në Kethirin një lloj nga tefsiret, thotë Allahu tallët me ata. Se duke u aleju që në këtë dynjo të shtiren se janë musliman, e në ditën e gjykimit Allahu t'i nënçmon dhe t'u nxjerr në mejdan kufrin e shirkun dhe t'i çon në xhenem. Ka më tallë se sa dikush me të marrë me çun në xhenem. E ti gjithkohës lodhesh, e dikush sikurse shembulli nuk krahasohet, po nuk ka më nënçmim dhe ma poshtërsim për dikant që ndreqet para ty, ti e din se ndreqet edhe e len. 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, edhe dikur i thuhes ti këto, unë e di se ti pi ditën që ke ardhën me këtë qëllim, këtë ka qu, për këtë qëllim të ka qu, po unë të kam lonën. Thjesht kam lonë ta bësh punën tënde, po e di unë. Akoma këtë se kjo, ma ta dhe se kjo, ati ndreqesh, bosh, shtirësh, edhe ai kurse s'dikur gjotë len, para më dhe 3 vjet, 4 vjet. Punë, në fund thot, unë e di për ditën që ke ardhë filan datën të ka qu filani, ke ardhë për këtë qëllim, për këtë punë, unë e di, po të kam lana. S'ka ma pështër dhe aty, gjithë kohës e mundu me mashtruat përsa. E Allah Azza wa Jall, njëna nga koment thot se këta njerëz i lënë dunjo. I
I lën të arrijë me muslimanët. Allah nuk u shpalon dyftërsi, munafiqllokun, u alen. Muslimanët ju besojnë, cilën dhe rinë me musliman, e fundit e në gjykimit thotë, ecë ti këtu se ti munafik e ka. Në zemër ki pas kufër, ecë ti në xhenem e ki vendin. Ama jam falë kam bu, po ti i ki bu këto krejt për që e fatësi. Si ki bu me sinceritet. I ki bu për mua bu qefin shefave tu, partnerve tu. Prej gjimve, shejtanve, njerëzve, udhëhecve, kështu me radhë. Për qatë qëllim i ki bu, se ka bu fisabilillah. Ti vendin në xhenem. S'ka ma talë se kjo, gjithë mundi dhe shtirja, aktrimi, në fund dhe thotë me të demasku për një moment. Për kesha këtë Allah, thot Ibn Kathiri, thot kjo është sifetul mukabele. Nuk leo që Allah zëgjel me thonë Allahu është talës, jo vëllezër. Nuk guxon me emërtu Allahu në zëgjel si talës. Porse, kjo është vepër që në moment caktum është sifet kemal, është cilësi e cila është plotësuese madhështisë së Allahut azza wa jall. Kemi parasysh, si thot Allahu azza wa jall, wa makaru wa makara Allah. Ata bënën kurtha e Allahu u akthej kurthat. Wallahu khairul makirin. E Allahu është kurthtari i cili di më së miri me kësi kurthat. A lejohet që Allahu azza wa jall me emërtu me emrin El Makir? Nuk lejohet. Kjo është sifatul muqabele. Në moment caktum një vepër që Allah azza wa jall u akthen me të njëjtën formë atyve që mundon me i bë kurtha Allahut muslimanëve dhe besimtarëve deri në ditën e gjykimit. Për këtë shkak Allahu azza wa jall thot Allahu yastehzi'u bihim. Allahu tallet me ata. Dhe s'ka më keq se sa ta bish veten në këtë drejtë. Që në ditën e gjykimit të mahnitesh me një gjë. Por çka ndodh? Tallja Allahut është me drejtësi. Çiçoni, siç thot Allahu azza në një ajet tjetër në "Faman itada alaykum fa'tadu alayh bimithli ma atada alaykum." Sot Allahu azza dhe kush ju armiqson juve, fa'tadu alayh. Edhe ju armiqson atë. Sot Ibn Kathiri, al-adawatu al-ula dhulm wal adawatu ath-thaniya adl. Sot armiqësia e parë jo besimtarëve është me të padrejtë. Armiqësia e muslimanëve ndaj jo besimtarëve është me të drejtë. E thot i njëjti emërtim me konceptet ndryshme, me divergjencat mëdha. Padrejtësi, por padrejtësia e parë nuk pranohet. Padrejtësia e dytë sjell drejtësi. Kthimin e padrejtësisë sjell drejtësi. Kjo është. Për çfarë thotë Allahu dhe kush juve ju armiqson, ju kthejani armiqsinë me dozë që ai juve ju armiqsoi. Sepse armiqësia e tij me të padrejtë. E ti kur e ktheve solle drejtësi, kur e refuzova atë padrejtësi. Ai vareni shumë dallim i madh. Fa'tadu alay. Edhe ju kthehani. Ama ju kur do t'ja ktheni do të sillni drejtësi. Qëllimi kur muslimani e kthen një të padrejtë është me kthy drejtësinë, jo mu hakmar. Ngojeni këtë vllazni që a tham. Penjo shumë i hollë këto. Kjo mesele ka të bëjë me akiden e muslimanit, ka të bëjë me moralin e muslimanit, ka të bëjë me drejtsinë e muslimanit. Na muslimant, kur e kthejmë pa drejtsinë në dokujt, e kthejmë për të sjellë drejtësi, jo për të hakmar. Pra, të ka bo pa drejtësi, e kthen pa drejtsinë, një të emër, por kthimi i pa drejtësisë nga ana jote sjell drejtësi. Faman i'tada alaykum fa'tadu alayh. Dhe kush juve ju bën pa drejtësi, ju armiqson, kthen atë armiqësi për të sjellë drejtësi. Thot Ibn Kathiri, fal awwal dhulmun wa thani adl. Padrejtësia e parë është, armiqësia e parë është padrejtësi, armiqësia e dytë sjell drejtësi. Pra, jo besimtarëve është padrejtësi, e muslimanëve sjell drejtësi. Dhe për këtë shkak, kur Allahu thot, Allahu yastehzi'u bihim. Tallja e Allahut me ato është
përcjell drejtësi në mesin e njerëzve, që njerëzit vetëdijsohen se ndukush sinqeritetin e tyre është duke e përdorur. Dhe me këtë qëllim Allahu azza wa jalla ndonjëherë dyftërsinë e munafikut e nxjerr në shesh dhe në mejdan. Për ato është nënçmim dhe tallje nga ana e Allahut me atë munafik, por për muslimanët është drejtësi, del në mejdan adaleti, del në mejdan e sinqerta. Për këtë shkak Allahu azza wa jalla tallet me ata, sepse ata i kanë manipuluar muslimanët, i kanë gënjur dhe i kanë keq përdorur në dunjë. Nuk do të thotë se Allahu në ditën e gjykimit do ta kalon këtë çështje ashtu. Jo. Allahu në ditën e gjykimit do të tallet me ata dhe para gjithë njerëzimeve do të nxjerrë në shesh në mejdan atë që kanë fshehur në zemra. Zoti na ruaj nga ky nënçmim dhe nga kjo tallje, nga cila tallje nuk ka kthim mbrapa. Dhe Allahu na dhash gjithëve sinqeritet. E thot Ibn Kathiri, thot një laf me dy mana. Një laf thot me dy mana. Pa drejtësi. Pa drejtësi e tyre, armiqësia e tyre solli pa drejtësi, armiqësia e muslimanëve solli drejtësi në mesin e tyre.